Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Rrëfim e Jete për të ndarë një rrëfim që në fakt një grua, një zonjë nderuar ka bërë për kanalin tim. Ajo tregon tmerrin që ka përjetuar në martesën e saj, tmerrin që ka përjetuar nga bashkëshorti. Tradhtia me një nga familjarët e saj. Unë nuk e kam menduar kur se jeta ime do të kthehej në një rrëfim kaq të dhimbshëm. Kam qenë një grua e thjeshtë, me ëndra të zakonshme, në një familje të qetë, me një burr që të më respektoj dhe me një shtëpi ku në fakt fjala tradhti të mos të ekzistonte kurrë. Por jeta ndonjëherë të godet aty ku në fakt ti nuk e pret. U martova nga dashuria, jo nga interesi, jo nga presioni. E zgjodha sepse unë besoja marrëzisht tek ai. Ishte njeriu që në thelb më betohej se do të më mbronte, se nuk do të më lëndonte kurrë asnjëherë. Dhe unë e shkreta e besova. Ja dhash rinin time, ja dhash besimin tim, ja dhash edhe atë gjën më të shenjtë që Zoti e ka dhënë në këtë univers, ja dhash dashurinë time. Nuk dua ta them, por kjo është e vërteta, vajza e hallës time ishte rritur pranë meje. Jo thjesht familje, por ishte si një motër. Hanim bukë në të njëjtën tavolinë. Ndanim sekretet e vajzërisë bashk. Qanim bashk, qeshnim bashk. Kur u martova, ajo ishte gjithmonë në shtëpinë time, unë e quaja gjaku im, sepse ishte gjaku im, ishte vajza e hallës. Asnjëherë nuk më shkoi në mendje se pikërisht dy njerëzit që mua duhej të më mbronin, ato të dy do të ma shkatëronin jetën për gjithmonë. Fillimisht ndryshimet ishin të vogla. Burin filloi të ftohej, telefoni gjithmonë në dorë, buzëqeshje të fshehta e justifikime të kota. Kur e pyesja, më thonte je bërë shumë xheloze, nuk durohesh. Dhe unë heshtja sepse unë atë e doja, në shpirt e doja. Vajza e hallës vinte gjithnjë e më shpesh. Qëndronte shumë më gjatë se zakonisht. Fliste më shumë me të, bënte muhabet se sa me mua. Fillova të ndjeja një ndjesi në stomak të keqe, por e luftoja me veten. I thoja vetes do të kalon. Është familje, nuk ka se si të ndodh një afrimitet mes tyre. Derisa një ditë e vërteta më ra si rufe. U ktheva më herët nga puna. Shtëpia ishte e heshtur. Kur hapa derën e dhomës, pash atë që unë nuk do të harroj kurrë sa të jem e gjallë. Nuk ishte thjesht tradhti bashkëshortore. Ishte tradhti gjaku. Ishte thik në shpinë nga të dy anët. Nuk bërtita. Nuk qava. Unë ndjeva bosh, si kur dikush ma kishte hequr zemrën time nga krahërori. Ajo përpoq që të fliste, ajo qante, por asnjë fjalë nuk mund ta shlyente atë pamjen të tmerrshme nga mendja ime. Në atë moment kuptova se jo çdo plagë shërohet në jetë. Disa mbeten për jetë. Familja ime u nda më dysh. Disa më thanë ta fal, të mendoj për nderin, ndërsa të tjerët më kthyen shpinën sikur fajin ta kisha unë
Vajza e hallës u zhduk nga jeta ime, por jo nga dhimbja ime, kjo është më e rëndësishme, do të thënë dhimbja mbetet në shpirt. Burri më kërkoi falje. Më tha se ishte gabim, por se si falet tradhtia që vjen nga gjaku yt, si i beson sërish dikujt që të shkatërroj në vetëdije. U largova, jo sepse isha e dobët, por sepse duhej që të shpëtoja veten. Netët e mia ishin me shumë lot, ditët me heshtje, e besimi im tek njerëzit u thye. Vetbesimi im u shua krejtësisht. Pyeta veten pafund, ku gabova? Por e vërteta është kjo se nuk gabova unë. Gabojnë ata që tradhtojnë, jo ata që në fakt besojnë. Sot jam ende në këmbë, jo e njëjta grua, por më e fortë. Mësova se jo çdo njeri që të thot familje meriton atë emër. Mësova se dashuria pa respekt është iluzion. Dhe mbi të gjitha mësova mos fajsoj më veten për mëkatet e të tjerëve. Ky është rrëfimi im, një histori që nuk doja ta tregoja kurrë, por që ndoshta do t'ja forcë krejtësisht të dikujt tjetër që po kalon këtë tradhti. Sepse edhe pas dhimbjes më të madhe jeta vazhdoka, dhe ne kemi të drejtë që të ringrihemi. Në fakt kjo është rrëfimi i ndjer i kësaj zonje, e cila me shumë emocion, me shumë dhimbje, e ka shkruar këtë rrëfim duke treguar trishtimin e saj. Si gjithmonë që kam dhënë një mesazh, mendimin tim në fund të rrëfimit, dua të jem shumë tradicional, unë anoj nga familja tradicionale. Unë mendoj që familjarët e gruas në këtë rast, qoftë goca hallës, goca e tezes, motra, goca e dajës, janë të shenjta, janë motra në përgjithësi. Do të thënë janë bija të një shtëpie. Është e turpshme të dëgjojmë rrëfime të këtilla që në fakt të irritojnë, të mendosh dy herë. Çfarë po ndodh në shoqërinë tonë shqiptare? Po pak ka femra të tjera nëse ti ke epshe kaq të mëdha që nuk duron trupi jot, të provokosh gruan tënde me gocën e hallës që në fakt është një tmerr i vërtet. Unë do kisha bërë një apel edhe nga këto vajzat. Kuptoni që gjaku i familjes është shumë i shenjtë, është gjak familje, dhe ti nuk mund ta hudhësh atë që ke ndërtuar për një epsh që ti e ke krijuar në logjik, sepse nuk është diçka ndjenjë. Dhe në këtë rrëfim, unë i them kësaj vajzës të mos ta fali ish bashkëshortin, sepse përsëri ta bën të njëjtën gjë.